Përshëndetje miq, këtu kam sjell mishqinjë me patate në furrë. Thjeshtë dhe shishëm. Doli vërtet fantastike. Ndërkohë unë duke parë baklavat e kadaifet në rrjetet sociale, që bura mu ka që përgatit atje kukurecët dhe këtë tavën. Se akoma se ka marrë fuqin ashtu si duhet. Megjithatë, si ka që t'je mirë. Si që pat këtu në një tepsi, vura kokën e qinqit, pak mish, kripe, piper, vajullire, asi gjë tjetër se nuk ka nevojë, mishi është i freskët. Tash që ta provoj mi qik, shkojmë si të dalim, i gjithmonë ja vlen ishte shumë i shishëm. Me vendosin tepsi me kapak, direkt në furrë të para nxjerrur me 250 gradë të mbuluar për rreth 1 orë. Mbas 1 ore heqim kapakun, këtu kemi 1 kilogram patate, hedhim piper, krip, vajulliri patatave, i përzejmë mirë dhe i hedhim sipër mishit. I ra shkurt, se këto ditë si që dini jam me gripe dhe akoma se ka marrë veten ashtu si duhet. I hedhim në tepsi, i mbuloj me kapak dhe fusim në furrë me 230 gradë për 30 minuta. Heqim kapakun mbas 30 minutash, e lejmë akoma për 10-15 minuta sa të marrë atë ngjyrën e artë, dhe si që shikoni me sy. Doli vërtet fantastike. Mishi shkrihet në gojë, me gjithmonë që i ja vlen. Ju përshëndes, ciao ciao.